Teksa me kërkesë të demokratëve rinumrimi po vijon për Tiranën, betejë në kolegjin zgjedhor nuk u ka shkuar siç prisnin. Kërkesa e parë ankimore e tyre u rrëzua sot. Anesti Bajramemajin e kemi në një lidhje të drejtpërdrejtë. Anesti, të përshëndes, për cilat qarqe është rrëzuar kërkesa dhe cilat kanë qenë pretendimet e demokratëve? Demokratët tani kanë zhvendosur luftën nga KAS, ku kanë marrë në të 12 qarqet rezultat zhgënjyes, pasi KAS nuk ka pranuar në asnjë prej qarqeve pavlefshmërinë e rezultatit zgjedhor. Tashmë lufta e tyre po bëhet në kolegj zgjedhor dhe 2 nga 12 qarqet që janë ankimuar nga Partia Demokratike në kolegj zgjedhor janë rrëzuar dhe bëhet fjalë për qarkun e Lezhës dhe Gjirokastrës, ku pretendimet në këto dy qarqe, por edhe në gjithë Shqipërinë, në çdo zonë zgjedhore, kanë qenë se zgjedhjet nuk kanë qenë të lira, nuk kanë qenë të ndershme, ka pas parregullsi të shumta, duke përmendur terrenin bullgar, por edhe parregullsi të tjera, por në fund kolegji zgjedhor ka vendosur që në qarkun e Lezhës dhe në qarkun e Gjirokastrës zgjedhjet të quhen të vlefshme dhe tashmë demokratët duket se kanë humbur përfundimisht betejën për këto dy qarqe. Ndërkohë, Anesti, a ka të tjera kërkesa që pritet të shqyrtohen në kolegjin zgjedhor? Ka dhe kërkesa të tjera të Partisë Demokratike që pritet të shqyrtohen në kolegjin zgjedhor. Ditën e sotme pritet një vendimarrje edhe sa i takon qarkut të Kukësit, por edhe qarkut të Korçës. Ndërkohë, demokratët do të vijojnë në ditën e vijim betejën edhe për qarqet e tjera dhe pritet që të dërgohet dhe ankimimi i fundit, ai Elbasanit, pasi vetëm ditët e fundit KAS ka marrë vendimin që qarku Elbasanit të njihet si i vlefshëm dhe zgjedhjet në këtë qark nuk kanë pasur aq parregullsi apo problematika sa të përsëriten siç kërkuan demokratët. Mirë, Anesti, të falenderoj për të gjitha informacionet e fundit që na përcolle.